Po, në Megatek gjenden pjesa e krevatëve, pjesa e organizuesve të dhomës ose ndrimit të bebeve, kemi dollapët, kemi krevatët portativ, krevatët katror, për cilën fëmia mund t'i përdorë si për të fjetur, si për të luajtur, domethënë ka disa funksione. Gjithashtu kemi pjesën e sektorit ku është për kujdesin ndaj bebeve, kemi organët, kemi batanijet, kemi çdo gjë që mund të duhet që nga mosha e vogël deri në momentin që fëmia është goxha më i madh. Nëse do të më veçoje, do më evidentoje njërin prej krevateve të bebit. Cili do t'ishte? Po, janë dy modele më sakt. Kemi modelin këtu për cilin përveç se është vetëm krevat, ka dhe pjesën e surtarve, të rafteve, ka pjesën e dollapeve. Domethënë, është jo vetëm krevat, por është, le të themi, e gjithë dhoma e gjumit në një. Gjithashtu kemi edhe një krevat tjetër, përbërja e këtij është drua ahu. Dhe, po ta shikosh këtu, kjo është me dy funksione. Funksionin e parë ti mund ta përdorësh në momentin që fëmia është bebe. Në momentin që fëmia rritet, ka një funksion tjetër këtu që automatikisht ne mund ta zbresim këtë poshtë dhe atëherë fëmia mund ta përdori deri një moshë më të madhe.